Në historinë shqiptare ka shumë objekte që lidhen me Gjergj Kastriotën, por vetëm pak prej tyre mbajnë peshën e një simboli zyrtar të një shteti të tërë. Një prej tyre është Vula e Skënderbeut, një artefakt i vogël, por me fuqi gjigande historike. Në atë copë metali të skalitur me mjeshtri, gjendet identiteti politik i arborisë së shekullit të 15, shteti që qëndroi përballë Perandërisë Osmane. Vula nuk ishte thjesht një dekor, ajo ishte firma e Skënderbeut, kodi i tij, shenja me të cilën ai vuloste, traktatet me mbretëritë europiane, marrëveshjen me Vatikanin, dokumentet e lidhjes së Lezhës, urdhra drejtuar princërve shqiptar. Çdo letër që mbante këtë vulë barte autoritetin e një kryekomandanti, të një princi, të një shteti. Si dukej Vula? Në qendër të Vulës qëndronte një shqiponjë dy krenari, simbol që më vonë do të bëhej flamurim kombëtar. Por ajo që e bën Vulën edhe më të veçantë është fakti se shqiponja e Skënderbeut mbante një shenjë dalluese fisnike, yll me 6 cepa të vendosur mes krave të saj. Disa studiues thonë se kjo shenjë ishte simboli kastriotëve si familje fisnike. Të tjerë besojnë se ylli përfaqësonte shenjën e Krishtit, për arsye se Skënderbeu ishte marrëdhënie të ngushta me Selinë e Shenjtë. Ishte nga ata që thonë se ishte shenjë identifikuese ushtarake, një kod heraldik i kohës. Por pavarësisht interpretimit, ylli kastriotëve shfaqen në të gjitha vulat që i atribuohen Skënderbeut, dhe kjo e bën këtë simbol të pakundërshtueshëm si pjesë e identitetit të tij. Se shqiponja dy krenare. Shqiponja dy krenare ishte simboli i fuqisë perandorake që nga Bizanti. Duke përdorur atë, Skënderbeu dërgonte një mesazh të qartë në arenën ndërkombëtare. Arbëria nuk ishte provincë, ajo ishte një principat e pavarur. Kastriotët nuk ishin vasal, ata ishin princër sovran. Ky simbol nuk ishte imitim, ishte deklarat. Dhe pikërisht për këtë arsye, të gjitha fuqitë evropiane, Venediku, Napoli, Papa, e njihnin zyrtarisht Skënderbeun si princ të pavarur të Arbërisë. Jo si vasal, jo si komandant krajinor, por si sovran. Vula ishte prova e saj. Ku përdori Vula? Me këtë vulë, Skënderbeu vuloste marrëveshjet me Vatikanin për bashkëpunimin kundër Osmanëve, letrat për Alfonsin e 5 të Napoli, dokumente diplomatike për Venedikun, vendimet e lidhjes së Lezhës, ndërkëmbimet me princa shqiptar dhe modheqjes të malit të zi, urdhrat që dërgoheshin në Krujë dhe Petrel. Në shekullin e 15, Vula ishte identiteti i shtetit. Pa vulë, dokumenti nuk ekziston. Me vulë, dokumenti merrte fuqi juridike në të gjitha botën e krishterë. Si ruhet sot kjo vulë? Vula origjinale e Skënderbeut nuk ka mbritur e plot deri në ditët tona. Koha, luftrat, migrimet dhe humbjet e shekujve e zhdukën objektin fizik. Por dy gjurmë të saj ekzistojnë ende. Dhënia e Vulës në dokumentet e ruajtura, në arkivat evropiane, në arkivën e Vatikanit, në arkivën e Venedikut, në dokumentet e Napolit, në disa kopje të traktateve të shekullit të 15. Edhe pse Vula fizike ka humbur, imazhi i saj është i ruajtur saktësisht fal dokumenteve që mbajnë shenjën e saj. Se është kaq e rëndësishme për shqiptarët sot, sepse Vula e Skënderbeut është dëshmia më e fortë. Arbëria ishte shtet me institucione. Skënderbeu ishte sovran, jo thjesht luftëtar. Shqiponja dy krenare është simbol shumë më i vjetër se shteti modern shqiptar. Tradita jon heraldike ka rënë të thella, aristokratike dhe ligjore. Në të vërtetë,
Ule Skënderbeut. Është paraprirësa direkte e flamurit që kemi sot.